ua prezentojmë audiolibrin e radhës, fragmente nga jeta e sahabeve, shkruar nga Dr. Abdurrahman Rafet El Basha. Me emrin e Allahut, mirëbërësit e mëshiruesit. O Zoti i madhërisëm, unë i desha sahabët e pejgamberit tënd, Muhamedit a.s. me një dashuri të qeltërt e të sinqert. Andaj më afro pranë cili do prej tyre në ditën e llahtarisë së madhe, në ditën e gjykimit, me që ti, o i gjithëmëshirshëm, e di se ata nuk i desha për asgjë tjetër, përveç për hir të dashurisë së madhe ndaj teje. Abdurrahman Rafet El Basha. Fejruz ed Dejlemi. Fejruzi ishte njeri i bekuar nga familja e një shtëpie të njerëzve të bekuar, të lumtur, Muhamedi a.s. Pasi u sëmur i dërguar i Allahut pas kthimit të tij nga haxhi lamtomirës, lajmi për sëmurjen e tij u përhap në të gjitha anët e Siudhesës. Nën këto rrethana nga Islami u larguan El Ensi në Yemen, Musejleme El Kethudhabi në Yemame, kurse Tulejha El Esedi në vendbanimin e Benu Esedëve. Të tre rënacakët pretendonin se janë të dërguar pejgamber dhe se secili prej tyre është të dërguar te populli i vet, ashtu siç ishte i dërguar Muhamedi a.s. i biri Abdullahut te Kurejshitët. El Esverd El Ansi ishte një prift mashtrues, magjistar, shpirtkeq, keqbërës i rrezikshëm, shumë i fuqishëm dhe tropmadh. Përveç kësaj, ai ishte orator i pastër, i mahniste të urtit me fjalimin e tij, ishte dinak dhe i aftë për të luajtur me arsyet e masës, me trivalitetin e tij, si dhe me përfitimin e njerëzve me anë të pasurisë, nderit dhe pozitës. Ai nuk paraqitej para njerëzve me fytyrën e tij të vërtetë, por të maskuar, duke atribuar si veti madhështinë e respektin në mënyrë të errët me ndjelljen e tmerrit në zemrat e masës. Në atë kohë, pushteti në Yemen ishte në duart e bijve, në krye të cilëve ishte Fejruz ed Dejlemi, shoku i pejgamberit a.s. El Ebna Bit është emër me të cilën është quajtur një grup njerëzish, baballarët e të cilëve ishin persian, të cilët janë larguar nga vendet e tyre për në Yemen, kurse nënat e tyre ishin arabe. Badhani ishte më i moshuar i tyre dhe ai ishte mbret në Yemen, në kohën kur u paraqit Islami. Në atë post e kishte emëruar Kisrau, i madhe i persianëve. Po sa vuri në dukje sinqeritetin e pejgamberit a.s. dhe kuptoi rëndësinë e madhe të thirrjes së tij në rrugë të drejtë, menjëherë zuri të mos e respektoi Kisran dhe së bashku me popullin e tij hyri në fenë islame, kurse pejgamberi e rivendosi përfundimtar në të njëjtin vend, e ai qëndroi në atë post deri pak kohë para paraqitjes së El Esved El Ansiut, kur edhe vdiq. Ata që ju përgjigjen ftesës së tij të rrajshme ishin nga fisi i tij, El Ansiut, Benu Medhigjet. Ai kaloi me ta në Sana, e mbyti sundimtarin e saj, Shehre, të birin e Badhanit, dhe pastaj u martua me gruan e tij, Adhade. Mandej, kaloi prej Sanas në krahinat e tjera, ku njerëzit filluan të i nënshtrohen dhe të binë në ndikimin e tij me shpejtësi të konsiderueshme. Derisa ai ndikim u përhap edhe në vendet ndërmjet Hadrameutit dhe Taifit, si dhe prej Bahreinit dhe El Ahsas e gjerë në Aden. Shkallëtësia dhe mençuria e tij e pakufizuar
ishte ajo që i bëri njerëzit të jenë të mashtruar dhe të anojnë nga ai. Për krahasit e El Ansiut u manipuluan se ai ka një engjëll i cili i zbret atij shpallje dhe e lajmëron për gjërat sekrete. Ai zuri të argumentoi këtë supozim të tij me anën e agjentëve, të cilët i kishte dërguar në çdo vend për të mbledhur lajmet e njerëzve, të i zbulojnë sekretet e tyre, të i njohin problemet e tyre, si dhe të zbulojnë atë që fshehet në zemrat e tyre, prej bindjeve dhe shpresave, e pastaj t'ja sjellin të gjitha ato fshehurazi. Ai ballafaqoi me çdo njërin që kishte ndonjë hall, secili fillonte të i tregoj për problemin që e mundonte, kurse El Ansiu u sillte atyre çuditëra dhe habi, saqë i u bënte të harrojnë mendjet e tyre dhe u asillnin në dilemë të kuptuarit e tyre me anë të intrigave të tij. Kështu vazhdoi gjersa çështja e tij u përforcua dhe u përhap propaganda e tij, ashtu siç përhapet zjarri i ndezur në barë të thatë. Posa i arriti lajmi i pejgamberit mbi dezertimin e El Esfed El Ansiut dhe kalimin e tij në Yemen, ai me shpejtësi i dërgoi të ecin rreth 100 veta prej shokëve të tij me shkresa dërguar atyre që hynë të parët në Islam, duke i u dëshiruar mirësi, do thotë muslimanëve të parë në Yemen. Me anë të atyre shkresave, pejgamberi alayhis salam dëshiroi të nxiste muslimanët që me iman, besim dhe vendosmëri të përballojnë dhe ta thejnë këtë fitne, intrig nga tres. Ai urdhëroi besimtarët që ta zhdukin El Esfed El Ansiun në çfarëdo mënyre. Nuk pati njeri të cilit i arriti shkresa e të dërguarit alayhis salam që nuk i u përgjigj ftesës së tij, por nxituan për ta realizuar urdhrin e tij. Më i pari i cili i u përgjigj apelit të pejgamberit alayhis salam ishte heroi i tregimit ton, Feiruz ed Delemi, dhe ata të cilët ishin me të prej radhëve të bijve. Ti citojmë fjalët e Feiruzit, me të cilat na tregon tregimin e tij të shkëlqyer. Feiruzi ka thënë: unë dhe ata të cilët ishin me mua nga bijt, nuk kemi dyshuar në asnjë moment në fenë e Zotit, e as që pati ndonjë përkrahje në zemrat tona për armikun e Zotit xheleshanuhu. Pritnim momentin e volitshëm për të hedhur mbi të, për ta zhdukur me çdo kusht. Mbasi që na arriti shkresa e të dërguarit alayhis salam, neve dhe shokëve të cilët të parët kanë hyrë në Islam, u përforcuam njëri me tjetrin dhe secili prej nesh u ngrit të kryej detyrën e vet. El Esfed El Ansiu ishte mashtruar dhe ishte bërë mendje madh pasi që arrin disa suksese. Atij u rrit mendja dhe ndryshoi qëndrimin edhe ndaj liderit e ushtrisë së tij, Kais ibn Abdi Yakth, derisa Kaisi filloi të mos ndihet i sigurt nga tirania e tij. Shkuam tek ai, unë dhe kushëriri im, Dalevejf, e lajmëruam për shkresën e të dërguarit të Zotit dhe ftuam që të drekoj me njeriun El Ansiun para se të darkoj me të. Ftesës son i u përgjigj me gjithë zemër, na tregoi disa fshehësi të tij dhe na shikoi sikur të kishim zbritur nga qielli. Që të tre u zotuam që ta përballojmë dhe ta luftojmë renegatin Renacak nga brenda, kurse vëllezërit tanë të tjerë ta sulmojnë dhe të ballafaqohen me të nga jashtë. Vendosëm që të bashkëpunoj me ne kushërira ime, bija e axhës ime, Dada, të cilën e kishte marrë për grua El Esfed El Ansiu, mbasi që e kishte mbytur burrin e saj, Shehr ibn Badhanin. Shkova në pallatin e El Ansiut dhe u takova me kushërirën time, Dada, dhe i thash: oj bija e axhës tim, ti e di sa të këqijat dhe dëmet na i ka bërë ky njeri, ty dhe neve.
Ai e ka vrarë burrin tënd, i ka njerëzuar gratë e popullit tuaj, i ka shkatruar dhe zhdukur shumësish dhe e ka rrëmbyer pushtetin prej tyre. Ja, kjo është shkresa e pejgamberit a.s. të cilën na ka drejtuar neve në veçanti, kurse popullet e Jemenit në përgjithësi. Ai na bën apel, na fton ta heqim qafe këtë bela një herë për gjithmonë. A dëshiron të na ndihmosh kundër tij? Çka t'ju ndihmoj? Ma ktheu ajo. Unë i thash që ta largojmë. Ajo tha, madje edhe ta mbysim. Atëherë unë i thash, për Allahun unë nuk kam patur tjetër qëllim, por u friksova se do të më kundërshtosh. Ajo tha, për atë i cili e dërgoi Muhamedin me drejtësi për gëzues dhe tërheqës i vërejtjes, nuk kam dyshuar në fenë timin asnjë moment. E as që ka krijuar Allahu njeri më të urrejtur për mua, se sa këtë shejtan, këtë djalë të mallkuar. Gjithashtu, betohem në Allahun se atë nuk e njoha ndryshe qyse e kam parë, por vetëm si një të pacip, mëkatar, njeri që nuk e mbron drejtësinë dhe që nuk ndalet nga të këqijat. E pyetën atë, e si do ta mbyesim El Ansiun? Ajo më tha, vërtet, ai është i mbrojtur dhe i kujdesshëm për vetveten. Nuk ka vend në pallat që nuk e rrethojnë rojet, përveç kësaj dhome të largët dhe të lëshuar. Në të vërtetë, ana e prapme e saj është deri në vendin e saktuar, që del në fush, dhe kur t'ju zë tërë juve, thënja atë në errësirë të natës, atëherë në brendit të saj do të gjeni armën dhe lampën. Aty do të më gjeni duke ju pritur, pastaj hyni tek ai dhe e mbyteni atë. Unë i thash asaj, por të qash murin e dhomës së këtij lloj pallati nuk është punë e lehtë. Mund të kalojë ndonjëri pranë nesh, të bërtas dhe të i therrasrohet. Atëherë ndodh ajo që nuk dëshirojmë një përfundim të tillë. Ajo tha, mire ke, ja, kam një ide për ju. E pyeta, çfarë është ajo? Ajo u përgjigj, nesër dërgoje një njeri të besueshëm në cilësinë e një punëtori, kurse unë e urdhroj që ta shpoj dhomën nga brenda, përveç një pjesë të vogël. Pastaj gjatë natës, ju e kryeni pjesën tjetër nga jashtë, me pak mund dhe fare lehtë. Atëherë unë i thash, ide e qelluar është kjo. Pastaj u largova nga ajo dhe i lajmërova shokët e mi mbi marrëveshjen tonë, kurse ata u ruan për këtë. Nga ai moment shkuam për t'u përgatitur për çështjen e caktuar. I lajmëruam njerëzit e caktuar prej besimtarve, ndihmëtar tanë me sinjalin e fshehtë. I ftuam ata që të përgatiten dhe caktuam takimin me ta në agimin e ditës së nesërme. Mbasi që ra muzgu i natës dhe erdhi koha e caktuar, unë me shokun tim shkuam te vendi i shpuarjes së dhomës, e gjetëm atë dhe u futëm brenda në dhomë, e morëm armën, e ndezëm lampën dhe shkuam ka dhoma e armikut të Zotit. Kurçe, kushërira ime duke qëndruar në derë të saj. Ajo më dha shenjën dhe hyra brenda tek ai, gjersa ai ishte duke fjetur dhe kërhaste. El Ansiut i avura thikën në fyt, e ai lëshoi një britmë sikur të pëlliste kau dhe u dredh si devja e therrur. Kur dëgjuan rojet britmën e tij, arritën te dhoma dhe pyetën, "Ç'është kjo?" Kushërira ime i tha, "Largohuni të qetë dhe të kënaqur, sepse në të vërtetë profetit të Zotit po i zbret shpallje, inspirim." E ata u larguan. Qëndruam në pallat gjersa agoj, e atëherë u ndala mbi njërin prej mureve të tij dhe prohorita, "Allahu Akbar, Zoti është më i madhi, Allahu Akbar, Zoti është më i madhi." Dhe vazhdova ezanin, gjersa thash, "Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Dëshmoj se vërtet Muhamedi është i dërguari i Tij."
si dhe dëshmoj se El Esfet El Ansiu është gënjeshtar. Ky ishte sinjali i fshehtë. Atëherë muslimanët arritën te pallati nga të gjitha anët, e kur rojet dëgjuan ezanin, u friksuan dhe u tmerruan dhe të dy grupet u ndeshën në luftë me njëra tjetrën. U ahodha kokën e El Esfet El Ansiut prej mureve të larta të pallatit. Kur e pan për krasit e tij, u dobësuan dhe i la fuqia, kurse kur e pan muslimanët, madhruan Allahun e u vërsulën mbi armikun e tyre. Operacioni përfundoi para se të lindë dielli. Pasi që zbardhi dita, ne i dërguam një shkresë pejgamberit a.s. përmes së cilës përgëzonim atë për përfundimin fatal të armikut të Allahut. Kur lajmëtarët arritën në Medinë, e gjetën pejgamberin a.s. i cili kishte ndërruar jetë po atë natë. Megjithatë, pas pak qastesh u njoftuan se pejgamberi ishte inspiruar dhe kishte marrë lajmin e gëzueshëm për vrasjen e El Esfet El Ansiut, po atë natë në të cilën ishte vrarë. Pejgamberi a.s. ju kishte thënë shokëve të vet: El Esfet El Ansiu është vrarë dje. Atë e ka vrarë një njeri i bekuar nga familja e një shtëpie të njerëzve të bekuar. Ata e pyetën: cili është ai, o i dërguar i Zotit? Ai ishte përgjigjur: Fejruzi. Fejruzi triumfoi. شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك